Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë entuziazmuar të ndajmë sot mesazhe në lidhje me hënën e plotë në muajin mars. Kjo video do të ndahet në 3 seksione të ndryshme. Në fillim do të ndajmë energjinë që e gjithë kjo periudhë mbart, sepse energjia e hënës përgjithsisht shpërndahet në një farë periudhe, nuk është se për shembull energjia mbartet vetëm në atë ditë që është hëna e plotë apo hëna e re. Prandaj kurdo që kjo video t'ju gjej, do të thotë që ka një mesazh këtu për ju. Në seksionin e dytë do ndajmë 3 mesazhe, 3 grupime të ndryshme, nga të cilat ju mund të zgjidhni njërin prej tyre dhe do të ketë një mesazh shtesë për ju aty, që është për te koze, ndoshta mund të ketë lidhje për këtë periudhë që ju e shihni, por kurdo që kjo video t'ju gjej, ai mesazh është specifikisht për ju. Dhe në fund do ndajmë 3 rituale shumë të bukura që kanë të bëjnë me këtë hënë të plotë, se si ju mund të përfitoni nga këtë energji më së miri për gjithë ju që dëshironi të punoni me ritualet. Pa humbur kohë, le të fillojmë me energjitë e përgjithshme të kësaj hëne të plotë, që është në datë 3 mars. Pra numri 3 mund të jetë shumë me rëndësi për ju, mund ta shihni kudo, mund të ketë një signifikancë së fundmi për ju në jetën tuaj. Kjo mund të jetë ndryshme për secilin. Mund të keni 3 fëmijë, mund të keni ditëlindje në datë 3, diçka mund të ndodhë në muajin mars, apo thjesht keni ditëlindje në muajin mars. E shumë të tjera si kjo. Dhe kjo hënë e plotë është dhe një eklips hënor. Çka do të bëjë që hëna do të shfaqet më kuqëremt në zonat ku mund të shihet. Ju mund të kërkoni për këtë nëse dëshironi ta shikoni. Dhe përgjithsisht periudhat e eklipseve, sepse edhe hëna që kaluam ishte një eklips, dhe periudhat ku kemi eklips, kjo periudhë është një periudhë transformuese, sepse eklipsi është vetë një katalizator shumë i fuqishëm që ndihmon në transformimin tuaj. Dhe ndoshta ju nuk mund ta kuptoni, pra mund të jetë një transformim që ju e kuptoni ose nuk e kuptoni. Gjithsesi, mund të jetë që nga gjërat më të vogla deri tek gjërat më të mëdha. Mund të jetë një ndryshim nga më i vogël tek më i madh, mund të ndryshoni thjesht një diçka që ju pëlqeni, nuk vazhdoni të bëni më si përpara, por ndryshoni për shembull mënyrën si visheni, ndryshoni ngjyrat që përdorni, ndryshoni. Pra mund të jetë që nga gjërat më të vogla ndryshoni një ushqim në ditën tuaj, deri te gjërat më të mëdha, si për shembull të ndryshoni vendin ku të banoni, të ndryshoni vendin e punës, të ndryshoni komplet si njeri, e shumë të tjera. Kjo varet për secilin, pra është ndryshme, jo më kot janë mesazhe të përgjithshme, kështu që shikojeni se si mund të ndërthuret në jetën tuaj ky mesazh. Duke qenë se është në shenjën e Vizhëreshës, kjo hënë e plotë na fton ne që të jemi më në balancë në aspektin e ndërthurjes së aspektit praktik me aspektin intuitiv. Pra, jo vetëm ti, për shembull, mund të ketë shumë prej jush që janë shumë intuitiv dhe ndjejnë shumë, por nuk marrin veprim. Nuk në marrin veprim në këto ide apo në ndjesitë e tyre. Për shembull, e ndjejnë që ky person nuk është i mirë për ta, por vazhdojnë të qëndrojnë me këtë person dhe nuk veprojnë duke ndjekur intuitën. Ndërkohë që ka të tjerë që janë shumë të fokusuar në aspektin praktik, pra janë shumë të fokusuar në gola, në të veprojnë dhe e injorojnë aspektin e emocioneve dhe ndjesive. Ndoshta e duket humbje kohë, ndoshta thjesht nuk janë tipi që të ndjejnë ndjenjat. Por ka ardhur koha ndoshta që edhe ju të lumturoheni, ndoshta edhe ju të ndjeni këto ndjesi. Qoftë çfarë do ndjesish ju keni, por ideja është ta lejoni veten të ndjej, ta lejoni veten të ndjej këto emocione dhe mos i shtyni tutje, sepse më keq është kur ju injoroni emocionet. Se do vi një moment që do ju dalin të gjitha dhe do jetë shumë bingarkuese për ju. Dhe thënë kjo për secilin prej kategorive, disa individ mund të ndjehen që gjatë kësaj periudhe duan të veprojnë, duan të bëjnë shumë ose po bëjnë më shumë se ç'duhet dhe po lodhen, po mingarkojnë veten, ndërsa disa të tjerë ndjehen sikur janë shumë të ndjeshëm ndaj çdo lloji energjie, ndaj energjisë të tjerëve, ndjejnë shumë, kanë emocione, ankthi dhe mërzi e papritur dhe pa kuptuar, pa patur një situatë që ta shkaktojë. Kjo është për gjithë ata që janë më tepër empatik dhe thjesht mos mos e gjykoni veten për këtë, por as mos u mundoni që t'i ndrythni ndjenjat tuaja dhe as mos u mundoni që ta fajsoni veten pse po bëni këto zgjedhje dhe këto veprime.
Tani më është mos e kuptueshme sepse, pra ju po ndikojni nga këto energjitë e ndoshta edhe lëvizjes së planeteve që po ndodhin shumë gjëra në disa planete që janë në retrograd dhe kjo mund të ndikojë për ju, por gjithashtu edhe vetë eklipsi është një periudhë shumë intensive. Ideja është që kjo hënë e plot ne na lejon që ne të çlirojmë çfarë ne nuk duam. Pra ne thjesht mjafton që të jemi të vetëdijshëm që kjo është ajo që ne nuk e duam dhe ta çlirojmë. Qoftë zakon, marrëdhënie, rutinë, diçka që nuk na pëlqen, diçka që e ndjejmë që nuk është e duhura për ne, pra thjesht të jemi të vëmendshëm dhe ta cilësojmë që ne duam ta çlirojmë. Kjo periudhë është gjithashtu zyrtarisht është përfundimi i dimrit dhe fillimi i pranverës. Dhe edhe nëna natyrë ne po na lajmëron, lule të bukura kanë çelur dhe na fton ne që t'i shijojmë, na fton të kalojmë kohë në natyrë, të shijojmë diellin, të marrim këtë lloj energjie, karikim nga dielli dhe thjesht të entuziazmohemi, të jemi më të bukur, të lejojmë veten të çlirohemi nga të gjitha brengat apo zymtësia që mund të kemi marrë gjatë dimrit. Dhe thjesht jemi më të hapur ndaj qëndërësisë, ndaj gjërave të bukura, ndaj dashurisë, e të tjerë. Për gjithë ju që nuk keni qenë dhe që e ndjeni të arsyeshme këtë gjë, pra është mundësia juaj. Ky portal është mundësia juaj. Kjo ishte një si lexim i përgjithshëm, tani le të kalojmë tek 3 mesazhe specifike. Duke u ndarë në numrin 1, numri 2 dhe numri 3. Secili prej tyre mund të ketë një signifikancë për ju ose thjesht kushtetëroj që i pari, do të thotë që ky është mesazhi kryesor për ju, por sigurisht ju mund t'i dëgjoni të treja dhe mund të kenë mesazhe të treja për ju. Edhe nëse për shembull rezonon një është i pari, por edhe 2 të tjerat rezonojnë, do të thotë që secila ka mesazhe, por ajo kujt duhet të fokusoni më shumë është ku intuita ju drejtoi së pari. Dhe duke filluar me mesazhin e parë, për ju, për këtë grup, ndjej shumë që ju keni nevojë që të reflektoni në këtë hënë të plot në lidhje me identitetin tuaj, sepse mund të ketë gjëra që ju nuk i pëlqeni ose nuk doni që t'i merrni më me vete në këtë fazë të jetës suaj, pra nuk doni që të jeni më, si të thuash, të punoni kaq shumë, ndoshta doni ta balanconi jetën dhe të jeni më në balancë që dhe ta shijoni. Të bëni një udhtim të bukur, të kaloni kohë me njerëzit e zemrës, ndoshta thjesht të bëni një shëtitje pa u ndier në faj, që ju duket si humbje kohe, që ju po merrni pak kohë të bëni një shëtitje në natyrë. Sepse e di që mund të ndihet shumë keq kur ju jeni një person në energji maskullore që dëshiron të veprojë, që dëshiron të bëjë gjëra, të arrijë gjëra, të punojë gjatë gjithë kohës, dhe nëse një moment qëndron dhe merr frymë dhe relaksohet, i duket sikur po bën faj. Dhe nuk është se e keni ju fajin, sepse të themi të drejtën nga gjenerata e prindërve tanë për shembull, apo edhe më vonë ndoshta, thjesht për të gjithë, pjesa kur pushojnë, duket sikur janë duke qenë dembel dhe janë pa punë, si të thuash, ndërkohë që është komplet e kundërta. Sepse çdo njeri ka nevojë për relaksim. Është çështja që ne kalojmë në ditën tonë, por gjumi është i rëndësishëm, sepse edhe trupi ka nevojë të çlodhet. Mund ta mendoni trupin si makina ka nevojë për rregullime, vaj, filtra, nuk e di si jam tek pjesa e makinave, por që thjesht ka nevojë për rregullime, ka nevojë dhe ajo të shqetësohet, ka nevojë dhe ajo për shembull të ketë shërbimet e veta, të ketë kohë relaksis, mund të punojë vazhdimisht gjatë gjithë kohës, se është strapacuese. Po ndoshta ka një gjatësi më të shkurtër. Dhe për të patur një gjatësi më të gjatë, një jetë më të shëndetshme, një balancë në jetën tuaj, të ndjeni mirë, jo të duket sikur jeni gjatë gjithë kohës duke mbijetuar, ju keni nevojë për të dyja, pra pushimin, veprimin. Dhe e rëndësishme është të dini se kur të bëni cilën prej tyre, pra kjo është ideja. Sepse mund të quhet për shembull, ndoshta jo e gabuar, por jo dhe aq mirë nëse ne pushojmë atëherë kur duhet të veprojmë dhe nëse ne veprojmë atëherë kur duhet të pushojmë. Kjo është ajo që mund të shikohet në këtë aspekt, sepse nëse ne veprojmë kur e ndjejmë se duhet veprojmë dhe e ndjejmë që çdo gjë po na jep shenja dhe po shkon më së miri, është shenja juaj që po, vazhdoni, si ajo drita e jeshile, vazhdoni semafori është jeshil. Por në momentin që është i kuq, ju s'keni çfarë të bëni. Do të qëndroni dhe do të pushoni derisa të merrni sinjalin jeshil.
Pra mund të merret nga dy anë, për ata që pushojnë të shikoni se si mund të veproni dhe për ata që veprojnë vazhdimisht të shikoni si mund të integroni dhe pjesën e relaksit në jetën tuaj. Dhe të shikoni pjesë të identitetit, sepse u kapëm vetëm me këtë aspekt, por mund të jetë gjithçka, mund të jetë në karakterin tuaj, diçka që ju nuk e doni, diçka që doni ta ndryshoni, mënyra si qëndroni, si flisni, si ecni, mënyra si dukeni, ngjyra e flokëve, modeli i flokëve, mënyra si visheni, ushqimet që konsumoni, pra çdo gjë që ka të bëjë me identitetin, por dhe me ju, me veten tuaj. A e doni veten mjaftueshëm? A e vlerësoni veten mjaftueshëm? A e vlerësoni veten aq shumë sa për t'i merituar të gjitha dhuratat, bekimet, manifestimet që ju doni? Sepse është tjetër gjë t'i duam, dhe është tjetër gjë të ndihemi të vlefshëm. Është fiks një shembull që po më vjen, të shikoni një person, për shembull, ky është shembulli që më erdhi, një person të famshëm. Dhe ju të doni të jeni miku apo mikesha e tij. Por duke qenë se nuk ndjeni të vlefshëm, gjithnjë duket diçka e paarritshme, gjithnjë duket diçka që ju e vendosi në piedestal, si thua, pra diku në maj dhe ju jeni këtu poshtë. Dhe në këtë lloj mënyre, edhe vetë nga përfytyrimi, vizualizimi i këtij shembulli, ne kuptojmë që e vendosim veten, ose e vendosim veten më poshtë se kjo që ne po idealizojmë. Dhe kjo mund të jetë një gol, diçka, për shembull, ne themi duam të sa mirë do ishte të jetonim te kjo shtëpia, për shembull, e bukur, ku diun me pamje nga deti. Po ku e arrim dot atë ne, ose ku diun, të gjitha këto. Pra në momentin e parë ju jeni në këtë pjesën që po manifestoni, në pjesën e bukur, në pjesën e imagjinatës, si fëmijët që mendojnë që gjithçka është e mundur. Por ajo që ju stopon është pjesa tjetër që filloni dhe mendoni, fillon domethënë dyshimi, fillojnë shqetësimet, fillon fakti që ju ktheheni me këmbë në tokë dhe thoni, un jam këtu, po bëj këtë gjën, si mund ta kem atë? Po për të patur këto gjëra, ne duhet të jemi pakës, si të thuash, se dua të gjej fjalën e duhur, sepse mund të keq kuptohet kjo gjë. Pra nuk është se ju jeni njerëz që ja fusni kot apo thjesht keni ëndra të mëdha të paarritshme, po duket diçka. Në fakt, edhe fëmijët kanë ëndra shumë të bukura. Dhe e vetmja gjë që juve ju çon për të arritur këtë është besimi. Sepse përderisa ju e shikoni, ju mund ta keni. Dhe nëse ju e besoni dhe asnjëherë nuk ishni dorë dhe qëndroni të hapur ndaj shenjave dhe thjesht vazhdoni të provoni, ju do të arrini aty. Jo më është një shprehje, më duket e Disney, mos gaboj, nuk e di. Ëndrat e mëdha janë për ata që dinë të ëndërrojnë. Pra, ëndërroni, por mos mendoni për shembull të vini prapë me këmbë në tokë. Okej, ju do jetoni jetën tuaj, do vini përsëri këtu. Por ideja është që të vini me këmbë në tokë dhe ta aktualizoni atë që ju doni këtu. Dhe sigurisht në këtë sens ju duhet të ngriheni për të bërë njësh me të, por është dhe ideja që ju t'i bëni të dyja, pra ju të silleni si kjo që ju doni dhe gradualisht ju do të rriteni për ta takuar. Kjo është ideja, nuk e di sa e qartë isha, sepse e kam në mendjen time shumë të qartë, por është pak e vështirë për ta vendosur në fjalë dhe për ta shpjeguar. Shpresoj që ta keni kuptuar. Ky është mesazhi për ju, pra për ndërimtarët e grupit 1. Vazhdoni të ndiqni ëndrat tuaja dhe mos hiqni dorë çfarëdo që t'ju thonë të tjerët, sepse ndodhet edhe kjo. Për gjithë gjërat e bukura dhe për gjërat e mëdha, jo vetëm që ju do të keni dyshime vet, dhe ju do të jeni kaq besnik ndaj synimit tuaj, sa që edhe veten tuaj ndonjëherë t'i thoni, shiko se unë besoj te kjo. Mos më ndërhyj të lutem. Jo vetëm veten tuaj, por do ketë edhe shumë e shumë individ të tjerë që do të dalin si sfida, si teste që a vërtet e do t'i këtë gjën. Dhe këta do të vinë t'ju sfidojnë, ata do të vinë që t'ju ndalojnë, dhe ndoshta me synime të mira apo të këqija, thjesht duan që ju të mos të arrini këtë gjë, sepse ata nuk e besojnë për veten e tyre, dhe duan që përderisa ata s'po arrin, të mos arrini as ju. Prandaj e mira është që të mos të ndikoheni shumë nga këto influenca të jashtme, për diçka që ju e ndjeni se e doni dhe është për ju. Ky ishte një shenjë. Në lidhje me grupin 2, për të gjithë që u tërhoqët nga numri 2, për çfarë do lloj arsyeje, ju jeni të thritur që të keni balancë në jetën tuaj. Dhe ne e cekëm pak në fillim pjesën e balancës veprimit me intuitën. Kjo është shumë e rëndësishme në jetën tuaj tani më. Nga ana tjetër balanca po njët, nga ana tjetër
ju jeni të thritur të reflektoni në lidhje me marrëdhëniet në jetën tuaj, me lidhje të ndryshme që ju keni, qofshin këto familjare, platonike apo romantike. Nuk ka rëndësi, pra çfarë do lloj marrëdhënieje. A është diçka që ju doni ta e vlerësoni si të çmuar, apo është diçka që ju ndjeni pa frym dhe shikoni veten të ngecur aty? E di që mund të jetë vështirë që ju, sidomos në aspektin e marrëdhënieve, është shumë herë më e thjeshtë të punoni me veten, siç ishte grupi 1, është shumë herë më e thjeshtë që ju të, si të thuash, ta kontrolloni veten tuaj dhe të balanconi emocionet, të balanconi jetën tuaj, rutinën tuaj, sepse fundja keni të bëni me veten. Ndërkohë që është shumë herë më e vështirë kur keni të bëni me njerëz të tjerë, do shumë durim, do shumë kujdes që të mos lëndoni ndjenjat e dikujt tjetër, apo të mos të bëni diçka që mund t'ju mbajë në një vorbull, si të thuash, ndoshta karme, që ju të bëni diçka që më pas duhet ta paguani. Pra ka shumë gjëra të tilla dhe është e vështirë që ju të, si të thuash, të shpëtoni ndoshta kur jeni ngecur në një marrëdhënie. Dhe do kohë, do durim, do synimin tuaj të pastër, por nuk është e pamundur. Dhe gjithsesi, ju nuk keni pse ta hiqni fare, të hiqni dorë me një herë. Pra ndoshta thjesht mund të jepni mundësi këtij personi, por të jeni të sinqertë dhe ta shprehni veten tuaj që kjo është ajo që më shqetëson. Mund ta ndryshojmë, mund të ndihmoj unë ta ndryshojmë, mund të bëjmë diçka për këtë, sepse çfarëdo që të ndodhë, unë e di që ju e doni këtë person, por thjesht disa gjëra ju shqetësojnë, por thjesht disa gjëra të vogla apo nuk e di, ju mërzisin. Dhe komunikimi është çelësi në këtë fazë, sepse ju thjesht duhet ta komunikoni qartë. Mund të jetë një person në punë, mund të jetë një mund të jetë një shok i mirë, mund të jetë partneri juaj, familjar. Pra thjesht të jeni të sinqertë. Dhe nëse ky person nuk ndryshon apo nuk është dakord me ju apo thjesht e mohon, jo, unë s'kam bërë asgjë të tillë, nuk ka problem. Ju thjesht mbani shënime në mendjen tuaj. Falni, por mos harroni. Mos harroni çfarë ka ndodhur, mbani shënim, ndodhi kjo. Ky person u solli kështu me mua. Dhe jo për të hakmar ndaj këtij personi, absolutisht jo. Por thjesht për ta ditur, i besoni dot këtij personi apo jo? Dhe a mund t'i jepni kaq shumë nga vetja këtij personi apo jo? Sepse fundja ndoshta nuk jo di për nder as për vlerë. Ju mund t'i jepni një buzëqeshje, mund t'i jepni aq sa ju e ndjeni të arsyeshme, dhe kaq mund të distancoheni, mund të jeni në terezin tuaj, si thuash, dhe nëse marrëdhëniet tuaja janë shumë të lidhura, pra mund të jeni partner. Përsëri ndodhi e njëjta gjë. Ju thjesht mund ta lini këtë person të kuptojë që kjo është për shembull diçka që ti mund ta bësh ose jo duhet ta bësh, por ka disa gjëra për shembull që partneri mund ta ndihmojë partneren, edhe anasjellta. Dhe në momentin që ju thjesht e lini, nuk e bëni për të, ai mund ta kuptojë që hey, ndoshta duhet ta bëj unë këtë gjë. Dhe mund të zgjohet, si të thuash, dhe të fillojë ta bëj për ju. Ose thjesht ndoshta nuk e kupton dhe pret që ju ta bëni. Nëse ka të bëjë me ju, vazhdoni dhe kujdesuni për veten. Por mos jepni kaq shumë nga vetja për këtë person që nuk ja di për nder. Le të kujdeset ai për veten e vet. Dhe kështu edhe ndoshta mund të zgjohet në këtë farë shembulli, pra thjesht me shembull, ai mund ta kuptojë ose ajo. Nëse nuk e kupton, mund të komunikoni, nëse përsëri nuk ndodh asgjë, me çelësi më të madhe, mund t'i thoni që mendoj që, për shembull, ndoshta nuk kemi për njëri tjetrin sepse nuk kemi të njëjtat pëlqime më. Dhe e di që mund të jetë vështirë, sidomos kur keni të bëni me familje dhe për shembull është diçka që ju duhet ta shihni, dhe s'ka në fakt duhet, sepse unë njoh plot familjarë që ndoshta nuk takojnë motrat dhe vëllezërit e tyre. Por nuk është një gjë e mirë. Çfarëdo që të ndodh kur e ke familje, një fjalë e mirë, një buzëqeshje do ta ndani me ta. Por thjesht të jeni të qartë me faktin, pra falni dhe mos harroni çfarë ka ndodhur dhe a mund t'i besoni apo jo, dhe a mund t'i ofroni më shumë se sa duhet nga vetja apo jo. Sepse kur ju ofroni, ju merrni. Por në këtë rast, marrëdhënie, ne po flasim për raste që ofroni dhe nuk merrni asgjë. Dhe ngeleni bosh. Kjo është ideja. Prandaj dërgoj shumë dashuri drejt jush nëse jeni duke kaluar me një gjë të tillë,
Por nëse jo, mund të jeni pjesë e mesazhit të parë, pra që thjesht të doni balansin jetën tuaj dhe kjo është gjë shumë e bukur. Ne të gjithë duhet jemi në balans në jetën tonë dhe kështu e shijojmë jetën më mirë. Dhe grupi numër 3, për të gjithë ju në grupin numër 3 që u tërhoqet nga numri 3, mesazhi për ju është të reflektoni çfarë jeni të thritur të krijoni. Mund të jetë që nga gjërat më të vogla deri tek gjërat më të mëdha. Mund të jetë të krijoni për shembull një organizim të ri të mobiljeve në shtëpi, të krijoni një recetë të re gatimi dhe ta gatuani për familjarët tuaj, të krijoni veshje për gjithë ju që mund të jeni për shembull në këtë fushë, të krijoni një rutinë të re për veten tuaj. E shumë të tjera. Pra çfarë jeni të thritur të krijoni? Mund të jetë, ju mund të krijoni për shembull muzikë, mund të krijoni një ide të re në punën tuaj, një ide se si mund ta bëni punën më eficiente, një ide se si mund të shpenzoni kohën në mënyrë më të bukur, kreative, dhe thjesht ideja që çfarëdo që të jetë puna juaj specifike, karriera juaj, profesioni juaj ose thjesht jeni në shkollë, nuk ka rëndësi, të gjeni kohë për kreativitet. Dhe di që mund të jetë vështirë, dhe di që justifikimi numër 1 është nuk kam kohë, por dhe shumë justifikime të tjera, por do të habiteni nga fakti nëse zbuloni për shembull këtë integrimin e bukur që ne tham, praktik me intuit. Pra nëse ju integroni pjesën e praktikës me intuitën, pjesën e rutinës me pjesën e të lëndërit të gjërave për shembull ashtu siç është e thënë, pra ju të keni një plan paraprak. Por të mos fiksojni kaq shumë te ky plan, saqë t'ju prish ditën tuaj nëse një gjë nuk shkon siç duhet. Nëse një takim vonohet 5 minuta apo një gjë vonua 5 minuta, apo se bëni dot njërin prej pikave. Dhe kjo është energjia femërore që thjesht çliron kontrollin, është në relaks, gjithçka po ndodh për më të mirën e saj. Kur them me saj energjinë femërore dhe s'ka rëndësi mund të jeni mashkull dhe keni energji femërore, dhe thjesht të besoni që gjithçka po ndodh për më të mirën tuaj. E ka një arsye, ju thjesht besoni, çlironi kontrollin, jeni në relaks të plot dhe shijoni momentin ashtu siç është. Ndërkohë që energjia maskullore kërkon që gjithçka të shkojë e përpikt sipas listës. Jo gjithnjë ndodh kjo. Dhe e mira është që ne ti kemi në ndërthurje të dyja, pra ta kemi një synim, çfarë po bëjmë, çfarë duam të bëjmë, kush jemi, ku do shkojmë. Por të çlirojmë kontrollin, sepse ndoshta rrugës mund na dalë një ide më e mirë. Dhe ne mund ta ndryshojmë këtë lloj liste që kemi bërë. Pra të mos jemi kaq strikt tek ajo. Dhe të mos jemi as në aspektin tjetër që nuk e dim çfarë po bëjmë, nuk e dim se jemi këtu apo thjesht kush jemi, gjëra të tjera si këto. Nuk ka asgjë të keqe, por thjesht ideja që ne të gjithë kemi një synim në çfarë do lloj pune ku të jeni. Ju keni një impakt. Ndoshta ndaj të tjerëve rreth jush, ndoshta mirësia juaj, buzëqeshja juaj ka një impakt që t'i bëj ditën më të bukur dikujt tjetër. Po ndoshta mërzia juaj dhe pjesa që jeni strikt ka një impakt tek një person që ta zgjojë atë person. Pra nuk ka asnjëherë asgjë që mund të cilësohet si e mirë apo e keqe, sepse është në varësi të asaj që ne e shohim dhe ne përjetojmë. Dhe i njëjti person mund të jetë i mirë, i keq, për persona të ndryshëm. Kjo varet. Pra, ideja është të jeni kreativ ndoshta në mënyrën se si mendoni, të jeni kreativ në jetën tuaj në përgjithësi. Dhe thjesht të integroni kreativitetin, që është kjo energji e bukur femërore në jetën tuaj, pra mund të jeni mashkull dhe jeni të thritur të krijoni, të pikturoni, të këndoni, të kërceni, të krijoni pak kohë për veten, të relaksoheni, nuk ka asgjë të keqe. Dhe mund të jeni femër po në energji mashkullore dhe ndjeni në faj kur pushoni, ndjeni në faj që jeni ullur 2 sekonda që të çlironi për shumë energji negative apo të çlodheni. Nuk ka faj për këtë pjesë, kështu që thjesht mundoni të punoni me veten që të ndjeni të vlefshëm, të pushoni dhe të relaksoheni dhe të krijoni gjëra të bukura. Duke kaluar tani tek ritualet, si fillim, rituali i parë lidhet me pastrimin. Të pastroni shtëpinë tuaj, të pastroni veten energjetikisht, ndoshta mund të përdorni palo santo, mund të përdorni sherebel, apo thjesht synimi juaj vlen. Gjithsesi jam këtu për ju për të ndihmuar, nëse keni nevojë për një pastrim energjetik, mund të më kontaktoni. Nëse e ndjeni të arsyeshme, nëse keni marrë nga energjitë të tjerëve, nëse ndjeni që energjia juaj ka nevojë për një pastrim në këtë të plot, patjetër që po.
Rituali numër 2 ka të bëjë me ujin, të karikoni ujin tuaj. Me kode shëruese, me kode pastruese, me kode, çfarë të doni ju. Kode, kur them kode, është synimi juaj, janë fjalët tuaja. Dhe kur ju i flisni ujit, uji dëgjon, ban shënim dhe bëhet ajo që ju i flisni. Dhe në momentin që ju e pini, uji ka këto kode dhe kalojnë tek ju. Për shembull, ju mund të doni të jeni më kreativ apo të rrisni vlerën e vetes suaj, të doni që të njihni vlerën e vetes suaj. Ju mund ta karikoni këtë ujë me synimin tuaj që je shumë i vlefshëm apo je vlefshëm si të doni ju. Unë besoj tek ti për shembull, gjëra të tilla, çfarë do doni ju që dikush t'ju thoshte ju. Dhe kur ta pini këtë ujë, të gjitha këto do të jenë në trupin tuaj dhe zëri se dikush ju a ka thënë. Nga ana tjetër, dushi me synim që ju të çliroheni nga energjitë, emocionet negative, është shumë i rëndësishëm dhe shumë diçka që funksionon, mjafton ta besoni. Do të jeni shumë të relaksuar më pas. Dhe rituali numër 3 është një gjë shumë e bukur. Po më dojnë të gjejmë ndonjë të madhe se kjo që nga shumë e lezetshme. Kjo që nga. Okej. Janë masi të ndryshme, por që gjithsesi, çfarëdo që të vlej për ju, të gjeni, të merrni 3 gjethe dafine. Kjo mesi të shumë e madhja, t'ju a kthi nga ana para. Okej. Mund edhe t'ju tregoj vizualisht se si mund të performohet ky ritual. Me shumë mundësi këtë do ta kryej edhe vetë, sepse jam djerë shumë e udhëzuar këtë kohë të punoj me qoftë me sherebelen, qoftë me rozmarinën, dhe qoftë me dafinën, sepse së fundmi për shembull edhe ju mund të keni patur shumë ëndra që harrova ta them tek pjesa e leximit energjetik, ëndra që mund të lidhen me të kaluarën, ëndra që mund të lidhen me situata të skaluarës që ju nuk doni të shihni, por jeni të forcuar të shihni në ëndra, sepse po të çlirohen prej jush. Pra nëse kjo ka ndodhur, rini të qetë në faktin që nuk është se po ktheheni mbrapsht, thjesht për të ecur përpara, ju duhet të çlironi të kaluarën. Dhe ajo që mund t'ju ndihmojë në aspektin e ëndrave është të mbani pak rozmarin poshtë stokut tuaj. Sherebela e tham, jo nuk e tham, por po e themi tani që ndihmon në pastrimin e aurës suaj, pastrim energjetik, por është pakës e fortë si bim, mundoni të mos merrni shumë. Dhe mund shkaktojnë ndoshta dhimbje koke për disa varet, janë gjitha këto në momentin që ju është edhe çlirim, sepse nëse keni shumë energji, dhimbja e kokës është një shenjë që po të çlirohen. Dhe në lidhje me 3 gjethet e dafinës, specifikisht 3, sepse numri 3 është shumë i rëndësishëm këtë kohë, është hëna e plot në datën 3 në muajin 3 të vitit. Kështu që të shkruani në këto gjethe. Si mund të shkruani ju, ndoshta shkurtimisht, para dhe mbrapa, si të doni ju, çfarë ju dëshironi që të çlironi? 3 gjëra specifikisht që ju dëshironi të çlironi. Dhe mund të jetë në lidhje me veten tuaj, karakterin tuaj, mund të jetë në lidhje me marrëdhënie, mund të jetë në lidhje me jetën tuaj në përgjithësi. Thjesht një shembull. Por mund të jenë thjesht 3 gjëra. Dhe kjo gjë mund të funksionojë edhe në aspektin që të manifestoni 3 gjëra, por kjo në plot e nafton që të çlirojmë. Ajo pastaj vlen për hënën e re. Kështu që synimi për këtë të plot është ne të çlirojmë dhe të bëjmë vend për gjëra të reja, të bukura dhe për gjërat që janë destinuar të jenë në jetën tonë. Pra ne thamë që duhet të çlirojmë të kaluarën, që të lejojmë vend për gjërat e bukura. Kështu që mund ta bëni këtë ritual dhe t'i digjni këto gjethe dhe tymi që do të lëshojnë do të jetë një shenjë që ky mesazh po shkon drejt universit, çfarë do forsi që ju besoni. Dhe mesazhi juaj është dëgjuar, është aprovuar, do thënë është pranuar, aprovuar, pravuar. Dhe është i përmbushur dhe kështu është. Është vërtet shumë e fuqishme të punoni me bim, dhe sidomos me gjethet e dafinës në aspektin e manifestimit. Këto ishin pra ritualet, jam shumë e lumtur. Për të gjitha këto mesazhe, nuk e di, është një ndjenjë entuziazmi, ndoshta pranvera, ndoshta lulet që po çelin. Të gjitha këto ndikojnë vërtet shumë. Besoj se dhe ju e keni ndjerë gjitha këto energji.
Jam shumë e lumtur për të gjithë ju që jeni pjesë e këtij komuniteti. Faleminderit që bëni subscribe, faleminderit që bëni like, faleminderit që komentoni. Jam shumë mirënjohëse nga zemra. Vërtet e them këtë dhe e ndjej me gjithë shpirt. Dhe vërtet dërgoj shumë bekime dhe dashuri dhe dritë për të gjithë ju pjesë e këtij komuniteti. Jam shumë e lumtur. Shihemi video tjetër. Mirupafshim.